Qeveria ka miratuar fondin për bujqësinë dhe zhvillimin rural për vitin 2025, por shumë është reduktuar në 8 milion krahasuar me vitin e kaluar, duke arritur në 44 milion euro. Kjo ulje ndikon në masën e përfitimit për femeret pasi numri aplikimeve është rritur. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, fondi do të përdoret për rritjen e konkurrueshmërisë në prodhimin bujqësor dhe blegtoral, duke ulur kostot për sipërfaqet e kultivuara dhe kafshët e matrikulluara. Mbështetje financiare përfshin dhe uljen e kostove së naftës, për punimet mekanike në bujqësi, certifikimin e produkteve organike dhe nxitjen e bashkëpunimit nëpërmjet fermerëve. Përfitimet për fermerët janë të strukturuar sipas disa kriterëve specifik. Për bagtitë e matrikulluara, pagesat variojnë nga 5.000 deri në 10.000 për krerë, ndërsa për tufat bazë të deleve dhe dhive mbështetja është deri në 1.200 lekë për krerë. Po ashtu blegtarët mund të përfitojnë deri në 1.000 lekë për zgjua, me një reduktim të përfitimit për sasitë mbi pragun e caktuar. Fermerët që kultivojnë perime, rrushë për tavolina dhe lule shtrydhe në sera mund të marrin deri në 200.000 për hektar, ndërsa ata që kultivojnë bimë mjekësore dhe aromatike mund të përfitojnë deri në 30.000 lekë për hektar. Por sipërfaqe të mëdha përfitime zvogëlohen me 50%, përjashtuar grupet e fermerëve dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Gjithashtu, subjekte përfituese mund të plotësojnë kriteret si pronësia dhe përdorimi i tokës për verifikim administrativ për përfitimin e ndihmës financiare. Në rast të abuzimeve, fermerët mund të përjashtohen nga skema për 3 vite.